Nderuar besimtar, Allahu i madhëruar është i mëshirshëm me krijesat e tij. Dhe Allahu në mëshirën e tij i ka dhënë çdo njeriu mundësinë që ta adhurojë Allahun Azza wa Jall, që ta gjejë krijuesin e vetëm suprem, duke parë madhështinë e krijimit që ka krijuar Allahu Azza wa Jall, njeriu duke përdorur logikën dhe duke parë argumentet në Kur'an dhe argumentet shkencore pa dyshim që çon drejt adhurimit të një Zoti të vetëm. Dhe Allahu thotë në Kur'an: "Wala yarda li ibadihi al-kufr." Dhe Zoti asnjëherë nuk është i kënaqur, i lumtur me mohimin që bëjnë njerëzit. Allahu dërgon situata, dërgon herë pas here kohë të veçanta, kohë të begata në saj të mëshirës ti që njerëzit të reflektojnë, që njerëzit të gjejnë mundësinë që të kthehen tek madhështia e Allahut Azza wa Jall. Pikërisht jemi në prag të 10 ditëve më të mira të vitit, 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe që nis të martën që vjen në muajin Dhulhijhe që është një nga 4 muajt e shenjtë. Dhe këto janë 10 ditë të begata, të çmuara për cilin do prej nesh, dhe padyshim që duhet i shfrytëzojmë me punë të mira, duke bërë sa më shumë vepra të mira, duke madhëruar sa më shumë Zotin e botëve, dhe duke ofruar me Allahun Azza wa Jall, dhe duke rregulluar në sfari raportin më kryesor të njeriu dhe me krijuesin e tij, me Allahun Azza wa Jall. Këto janë ditë të begata, sa që Zoti i Gjithësisë betohet në Kur'anin famlar për këtë ditë begata. Wal fajr, pasha dritën e agimit, wal layalin ashr, wal shaf'i wal watr. Pasha 10 netët, pasha 10 ditët, tekun edhe çiftin thot Allahu Azza wa Jall. Sahabët si Ibn Abbasi, i dietari Mujahidi, Allahu i qoftë i kënaqur me ata, Allahu në shërof, dhe Ibn Zubejri ka thënë që pikërisht të 10 ditësh që betohet Zoti në surën Fajr, pikërisht Zoti do të thotë për 10 ditësh e parë të Dhulhijhes, dhe kjo është në shumicën e vendimit dietarëve bëhet pikërisht fjalë për 10 ditësh e parë të muajit të Dhulhijhes të nderuar besimtarë. Kur Zoti betohet, kur thotë ai pasha 10 ditësh, pasha tekun edhe çiftin, padyshim që njeriu do ta çojë këtë meditoj dhe të reflektoj se çfarë duhet të rregullojë në këtë kohë kaq të begata që Zoti i Gjithësisë po betohet në librin e tij në Kur'anin famlar të nderuar besimtarë. Është mëshira e Zotit të profetit alayhis salam që Allahu dërgon herë pas here fllate hyjnore për njeriu, dhe kjo është në sajt të mëshirës së tij. Prandaj kap uniform, shkoni pas këtyre fllate dhe hyjnore që i dërgon Zoti herë pas here të profetit alayhis salam, dhe ju shkoni në vetdije dhe në vullnet të plot pas këtyre kohëve të begata. Zoti ndon që pas këtyre kohëve të begata ju mban në rrugën e tij të qëndrueshme dhe ju asnjëherë nuk keni për ta humbur rrugën, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Jemi në muajin Dhulhijhe dhe pas vjen pikërisht e ditë që i parë i muajit Dhulhijhe, është pikërisht muaji kur besimtarët anë botës shkojnë për të bërë haxhin në vendin më të begat të rrugëve toksor dhe në kohën më të begat që përballet njeriu dhe vendin më i begat padyshim që është shtëpia e Allahut, është gjapja e Allahut të nderuar besimtar. Dhe njeriu që beson Zotin dhe ditën e gjykimit do të ketë synim që ai me të gjitha mundësitë e tij synoi që ta kryejë haxhin, sepse ai ka detyrim përballë Allahut Azza wa Jall, dhe ne me shpirtin e atij me lutje jemi padyshim në shtëpinë e Allahut dhe vendin më të begat të nderuar besimtar. Në muajt e shenjtë Allahu na thot: "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dhe në këtë muaj të shenjtë, siç është muaji i Dhulhijhes, aq më tepër në ditën e parë do mos i bëni padrejsi vetes tuaj, thot Allahu Azza wa Jall, në këtë kohë të katë. Gjunahu është me përgjegjësi të madhe tek Zoti i Gjithësisë, por kur bëhet në këtë kohë të gata, para atij është akoma më e madhe tek Allahu Azza wa Jall.
Gjithashtu, një punë e mirë që bëhet në të kohë begata merr një vlerë padyshim akoma më të vlerësuar nga Zoti i botrave, nga Allahu Azza wa Jalla, të nderuar besimtarë. Ibn Hajar, Allahu më shërof, në të 10 ditësh është një periudhë aq e begatë sa që Allahu thuajse ka bashkuar të gjitha ritualet e Islamit, shtypat e Islamit, ku ndojnë njerëzit falin namaz, agjërojnë, japin sadaka, bëjnë haxhin dhe në të farë mënyrë kanë jetuar të gjithë fen, thot dietari i nderuar. Ndërsa Ibn Taymija, Allahu më shërof, thot 10 ditët e para të Dhul-Hijhes janë 10 ditët më të mira, më të veçanta të vitit, dhe ndërsa 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit janë 10 netët më të begata të vitit, thot Ibn Taymija, Allahu më shërof, të nderuar besimtarë. Prandaj njeriu në këtë 10 ditësh të begatë duhet të reflektojë, duhet të çtojë veprat e tij të mira. Le të shohim çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyam al-amal as-salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Nuk ka ditë më të begata që Allahu punët e mira i don më shumë, ti thot profeti alaihi salam, punët e mira marrin një vlerë më të madhe pikërisht në këto 10 ditësh të parë të muajit të Dhul-Hijhes, thot profeti alaihi salam. Prandaj ai thotë në transmetim tjetër, "Fa'kthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi." Prandaj të vinë këto 10 ditë të para të muajit të Dhul-Hijhes, atëherë thoni sa më shumë la ilaha illallah, thoni sa më shumë elhamdulillah, dhe thoni sa më shumë ti Allahu Ekber. Ajo që e fton Zoti i Kristit njeriu në këtë ditë të begata, padyshim është përmendja e Zotit të botrave, përmendja e Allahut Azza wa Jalla, me përmendjen e të cilit qetësohen zemrat tona, ne gjejmë rahatin shpirtërore. Padyshim përmendja e Zotit nëntërsisht është edhe reflektim, është edhe meditim ndaj madhështisë të Zotit, është edhe meditim ndaj realitetit të kësaj bote të përkohshme që njeriu çdo ditë që kalon vetëm se afrohet të fundit të tij, vetëm se afrohet përballjes me Zotin e Kristisë dhe në veprat që do ta shoqërojnë përgjatë rrugtimit të tij të ahiretit deri ditën e mahsherit, deri ditën e tubimit të madh tek Allahu Azza wa Jalla. Wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Janë ditë të shënuara të caktuara që përmendet më të shumë ti Zoti i botrave, Allahu Azza wa Jalla, të nderuar besimtarë. Tek Buhariu transmetohet që Ibni Omeri radiallahu anhu dhe Bureja radiallahu anhu në të 10 ditësh të parë të muajit të Dhul-Hijhes, kur hynin në treg me zë të lartë, bënin dhikr, me zë të lartë, i bënin tekbir Allahu Azza wa Jalla, duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Edhe gjithë besimtarët e përgjithshëm kur dëgjonin Ibn Omerin dhe Bureja radiallahu anhu, ne të gjithë së bashku madhëronin Allahun e madhëruar, Allahun Azza wa Jalla, të nderuar besimtarë. Prandaj jeta jonë me dinamikën, me tërë dinamikën është bërë mjaft e ngarkuar. Punët një krah, hallë familjare, ngarkesa teknologjike që ju padyshim është shumë, me epokën moderne që ne jetojmë. Padyshim përmendja e Zotit është rituali më i lehtë, por edhe rituali më i vlerësuar tek Zoti i Kristit. Besimtari që e përmend Zotin dhe ai që nuk e përmend Zotin, thot profeti alayhis salam, është si shembulli i të gjallët me të vdekur. Do të dish sa vlerë ka Zoti në zemrën tënde, kuptoje se sa ti e përmend kur je vetëm, sa ti e përmend madhështinë e Allahut Azza wa Jalla kur je vetëm për vetëm me Allahun Azza wa Jalla. Pra zemra jote reagon ndaj përmendjes së Allahut Azza wa Jalla, dhe ajo zemër që përmend Zotin, ajo është e gjallë. Dhe ai njeri edhe pse është i gjallë me tokë që nuk e përmend Zotin, ai njeri e ka harruar Allahun dhe Zoti e bën që të harrojë veten e tij dhe zemra e tij, edhe pse ai jeton fizikisht, është e vdekur nga shpirtërore të nderuar besimtarë. Në të 10 ditësh është e begatë dhe Ibn Abbas ka thënë që dita tek është dita e Arafatit, dita e madhe e Arafatit dhe dita çifte është dita e Kurban Bayramit të nderuar besimtarë. Një ditë e hebrejt shkojnë tek Omeri radiallahu anhu dhe i thonë:
Tek ju, muslimanët, në librin tuaj ka zbritur një ajet që po të kishte zbritur në librin tonë, për ne ajo ditë do të ishte festë e madhe. Do të ishte festë shumë madhështore. Dhe Omeri radhiyallahu anhu i thotë, cili është ai ajet? Dhe i thonë hebrejt, ajetin el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot unë e përsosa dhuntin time ndaj jush, e përsosa fenë time ndaj jush dhe përsosa dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha dhe jam i kënaqur që ju të keni si fe të vetë të pranuar tek Zoti i gjithësisë Islam. Omeri me pusjeshje dhe i thotë, ku e di ti që kjo është fesë? Unë e di në cilin vend ka zbritur ky ajet dhe në çfarë kohe ka zbritur. Ka zbritur në ditën e Xumait, i thotë Omeri radhiyallahu anhu, dhe ajo ditë për ne është festë. Dhe ka zbritur në vendin më të bekuar që është kotra e Arafatit, i thotë Omeri radhiyallahu anhu, për këtë ajet kaq të madhështor. Ky ajet do ta bëj kisë cili për ne është meditoj dhe sa ne përfitojmë nga feja e Allahut azza wa jalla. Të përsosi që Zoti ka përsosur fenë e tij me këtë mirësi të madhe, ai ka zgjedhur dhe është kënaqur që ne ta bëjmë pjesë të jetës tonë. Ne këtë fe ai kemi bërë pjesë të jetës, të mënyrës se si ne jetojmë atë në çdo situatë të jetës, jo vetëm në xhami, por më shumë ti kur dalim nga xhamia, kur jemi në drejt, kur jemi në shitblerje, kur ballafaqohemi me njerëzit, kur jetojmë jetën tonë të përditshme, ai kemi bërë pjesë të jetës tonë pandashme Islamin. Prandaj Islami është mënyrë jetese që Zoti i gjithësisë ka zgjedhur për njeriu që të gjejë lumturinë në këtë botë, përkohë të gjejë lumturinë e përhershme në botën tjetër të nderuar besimtarë. Lutja më e mirë që bëhet, që mund të bëjë njeriu, thotë profeti alayhis salam, është lutja që bëhet ditën e Arafatit, thotë profeti alayhis salam. Ajo është një ditë madhështore. Dhe ai njeriu që agjeron atë ditë, thotë profeti alayhis salam, ditën e Arafatit, unë shpresoj që Zoti më fal gjunahet e vitit kaluar dhe të vitit që vjen më pas, pra gjunahet e 2 viteve të nderuar besimtarë. Dita e Arafatit që është një ditë para Kurban Bayramit dhe për besimtarët që janë në vendet e tyre nuk është shkuar për haxh, është sunet që ata të agjerojnë të ditë që është shpërblim, sikur ne na falin gjunahet e 2 viteve të nderuara besimtarë, është mëshirë nga Allahu azza wa jalla. Ajo është një ditë që duhet kaluar duke bërë sa më shumë lutje, duke bërë sa më shumë adhurime, duke shkuar punët e mira, sepse shpërblimi është jashtëzakonisht i madh tek Zoti i botës. Lutja më mirë që mund bëhet në këtë ditë, thotë profeti alayhis salam, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut azza wa jalla. Ai nuk ka shok, nuk ka orta, ai është një i vetëm në sundimin, në madhështinë e tij, në emrat dhe në cilësitë e tij të plota. Ai është tek një i vetëm. Pa lutja më mirë është që njeriu të rikujtojë vetes që është vetëm Zoti, Allahu i madhërisëm, që ka ndorë çdo lloj situatë. Ai është i vetmi i madh që ka ndorë të dëmin në adhurimin e gjithë secilit për nesh. Prandaj të kujtosh vetes që i shenjtë dhe ai që meriton të adhurohet, ai është vetëm Allahu fuqiplot, Allahu azza wa jalla. Lahul mulku, atij takon i gjithë pushteti. Pra, ajo është aq i madh ose aq çdo gjë që ti mundsohesh, çdo lloj interesi personal të botë përkohshme tek ata njerëz që kanë një pozitë, që kanë një mundësi që të ndihmojnë në mirësitë e kësaj bote, ti kujtoj vetes madhështinë e Allahut azza wa jalla, që pushteti i çdo gjëje, pasuria e çdo gjëje është në dorë të Allahut të madhëruar, është kjo lutje kaq e madhështore. Wala hamd, dhe atij takon hamdi, lavdia, falënderimi për çdo mirësi që jep i Ademit, për çdo mirësi që na jep Zoti ne çdo ditë të nderuar besimtarë. Allahu ala kulli shay'in qadir. Dhe ai është i fuqishëm për të bërë çdo gjë. Ai që është kompetent, i
plotfuqishëm për të bërë çdo gjë është vetëm Zoti i botë dhe Allahu Azza wa Jall. Prandaj zemra jonë ka nevojë që të njohë me madhështinë ashtu siç i takon madhështisë Allahut Azza wa Jall dhe ne padyshim që do të gjejmë qetësinë tonë ndëruar besimtarë. Wasari'u ila maghfirati, nxitoni drejt faljes së Zotit tuaj. Pikërisht në të 10 ditësh të parë të muajit të Dhulhijhes, jo thjesht që ne të përfitojmë nga 10 ditësh dhe pastaj të heqim dorë, por ajo që do të synojë njeriu është që të bëjë një autokritik në mënyrën se si ai e ka jetuar jetën. Kur ai sheh që ka mëkate, në të 10 ditësh ta nis jetën e tij me pendesë, ta nis jetën duke adhuruar dhe duke ushtruar Zotin të botëve, të rregullojë marrëdhëniet e tij me bashkëshorten e tij, me edukimin e fëmijëve të tij, të rregullojë raportin e tij me prindrit, sepse Zoti e ka bërë detyrë që ne të sillemi në formën më të mirë, jo në formën të mirë. Por Zoti e ka bërë detyrim fars, obligim që pas adhurimit Zotit ti me prindrit o biluar i ihsan, dhe ti raport me prindrit e tu të sillesh në formën më të mirë të mundshme. Qoftë besimtar apo jo besimtar, ti e ke detyrë të gjë nga Zoti i gjithësisë. Prandaj njeriu në këtë ditë me gata mos marrë bën një reflektim total të jetës tij në mënyrën se si ai po e kalon jetën dhe të mendohet tek Zoti i gjithësisë dhe të ndryshojë për mirë para se njeriu të kalojë nga kjo botë e përkohshme. Lutim Allahun Azza wa Jall që